makine derisa të zbardhet edhe skema operacionale e mbrojtjes së godinës prej tyre, ndonse policia e shtetit nuk e ka marrë përsipër tubimin ditën e sotme, pasi paradite ministria deklaroi, ministra Koçiu, që nuk do të marrin përsipër tubimin. Është e drejtë kushtetuese që policisë nuk i merret leje, po thjesht njoftohet, dhe natyrisht që policia është e detyruar të ndjek mbarvajtjet e të gjitha organizimeve në ruajtje të rendit. Dhe për këtë arsye ka një përqendrim të forcave policore, janë 1600 forca policore të përqendruara ditën e sotme në këtë protestë. Shohim që janë të rreshtuara në anë të kuvendit, pritet për të parë se si do të jetë organizimi i tyre i mëtejshëm. Ndërkohë që protestuesit po grumbullohen dhe po zhvendosen të tërë përpara godinës së kryeministrisë. Shohim zotin Berisha i shoqëruar nga Gazmend Bardhi, nga përfaqësues të tjerë të lartë Partisë Demokratike, Flamur Noka dhe të gjithë eksponentët më të lartë të kësaj force politike, të cilët janë me në këtë zhvendosje nga kryeministria drejt godinës së parlamentit. E pastruan bashkinë, do të pastrojmë kryeministrinë, tha në ndalesën më të fundit përpara gazetarëve. Berisha nuk ka gjë që i shpëton, po përpiqen për azil politik, nuk do të gjejnë dot as azil politik. I pyetur për Ministrinë e Infrastrukturës, kaluat përpara godinës së Ministrisë së Infrastrukturës, zoti Berisha tha se në fakt Ministria e Infrastrukturës është në kryeministri, e kemi thënë këtë, ndaj protesta përpara kryeministrisë është edhe për Ministrën e Infrastrukturës njëkohësisht zëvendës kryeministre. Kështu që pritet për të parë curia e mëtejshme e kësaj proteste, ka nisur diçka më vonë se sa zakonisht, e orës 18:30, kanë qenë rreth 6 folës që kanë folur, por zoti Berisha nuk e mbylli dot fjalimin e tij, sepse në një moment që donte të pinte ujë, nuk kuptohet në fakt. Në një moment X që u krijua një pauzë, me njëherë nga protestuesit është nisur të goditet kryeministria me lëndjekse, ka patur një reagim të policisë si për herë, skenar që i kemi parë në fakt. Janë deja vu të paktën 2 protestave të fundit, ku policia ndërhyn me njëherë me ujë. Nuk e dim konkretisht nëse ka qenë vetëm ujë apo ujë i përzier me lëndë lotësjellse. Pritet për t'u konfirmuar më tej natyrisht. Dhe më pas zoti Berisha është vendosur makinën e tij, ka vendosur gaz, pikërisht maskën antigaz, ka dalë së bashku me protestuesit dhe ka nisur këtë rrugtim drejt godinës së parlamentit, ku është afruar së bashku me protestuesit e tjerë, të cilët tashmë janë të përqendruar përpara godinës së parlamentit, ashtu sikurse janë përqendruar edhe forcat policore. Pritet për të parë se si do të zhvillohet më tej protesta e sotme. Është protesta që përkon me 20 shkurtin e 35 viteve më parë, ku qytetarët të Tiranës mbushën sheshin qendror të saj dhe rrëzuan bustin e Enver Hoxhës, një moment i rrëzimit të diktaturës në vendin tonë. Është dita e parë e një Shqipërie postkomuniste, është dita e parë e një Shqipërie pluraliste, si sot 35 vite më parë, të tërë ata që e kanë jetuar kujtojnë emocionet dhe vibrimet e asaj dite, një ndër ditët më të rëndësishme në jetën e kujtdo që i ka jetuar ato momente. Shohim gardhin e policisë, siç e thash, nuk është hera e parë, janë të paktën 3 kordon policor, të cilët ne shohim me sy të lirë, të vendosur pas gardit të metalt, dhe pritet për të parë se si do të organizohet dhe se si do të vijojë më tej protesta e opozitës. Do të jetë ngjashme me protestat e mëparshme, do të ketë diçka më ndryshe. Kjo pritet për të parë.